Gazetaria në Shqipëri nuk po sulmohet nga e vërteta, por nga turmat që e urrejnë atë. Në një vend ku partia, opozita, militantët, radikalet dhe trimat e tastierës kërkojnë të mbytin çdo zë të lirë, media e pavarur mbetet një nga pak hapësirat që ende nuk është gjunjëzuar. Dhe pikërisht kjo i djeg më shumë. Gazetaria në Shqipëri është e brisht, e pambrojtur dhe vazhdimisht në sulm. Sulmohet nga partia kur nuk i pëlqen e vërteta. Sulmohet nga opozita kur nuk i shërben propagandës së saj. Sulmohet nga qeveria kur prish fasadën. Sulmohet nga deputet, militant, patronazhist, radikal dhe çdo individ që ngatëron sharjen me argumentin dhe thyrjen me mendimin ndryshe. Kjo është drama e një vendi ku liria e fjalës kërkohet vetëm për veten, por mohohet menjëherë sapo fjala e lirë godet interesin, hipokrizin apo gënjeshtrën e dikujt. Në Shqipëri, shumë kush bën të fortin. Shumë kush bërtet. Shumë kush kërcënon. Shumë kush mendon se shurma e bën të rëndësishëm. Por e vërteta është më e thjeshtë dhe më e hidhur, forca e tyre mbaron aty ku fillon mendimi i lirë. Sepse ata nuk durojnë dot një media që nuk blihet, nuk komandohet, nuk ledatohet dhe nuk trembet. Ne e kemi thënë qartë dhe do ta themi sërish, nuk pranojmë sponsor që blejnë heshtjen, nuk pranojmë dhurime të mëdha që kërkojnë shpërblim politik, nuk pranojmë ide të imponuara mbi artikujt tanë dhe nuk pranojmë tutor të mendimit. Artikujt tanë politik janë qëndrimet tona. Janë bindjet tona. Janë leximi ynë i realitetit shqiptar. Janë e drejta jonë për të folur pa leje dhe pa frikë. Dhe kjo është pikërisht ajo që i bezdis më shumë ata që janë mësuar ta shohin median ose si zgjatim partie, ose si mall që blihet me para, favore apo presion. Le të sulmojnë sa të duan. Le të na etiketojnë si të duan. Le të vinë si radikal islamist, si militant partie, si patronazhist, si analist rrugësh apo si luan tastiere që ndihen të mëdhenj vetëm pas ekranit. Problemi i tyre është se ne nuk matemi me ulërimat e tyre. Ne matemi me qëndrimin ton. Dhe qëndrimi ynë nuk është në shitje. Duhet kuptuar një gjë themelore, komentet pa edukat nuk ulin median, por zbulojnë mjerimin e atij që i shkruan. Nuk është portali ai që turpërohet nga gjua e rrugës, por komentuesi që mendon se brutaliteti verbal është shenjë force. Nuk është media ajo që bie, por niveli i atij që nuk ka asnjë argument dhe e mbush boshllëkun me thyrje. Sepse opinioni jepet me arsye. Kundërshtimi bëhet me fakte. Debati ndërtohet me logjik. Sharja, përkundrazi, është dëshmi dështimi. Dhe ka edhe diçka që shumë prej tyre nuk e kuptojnë. Kur shajnë në një postim publik, ata nuk po dëmtojnë ne, por po ekspozojnë veten para të gjithëve. Çdo koment i tyre lexohet. Çdo fjalë e tyre mbetet. Çdo mungesë kulture bëhet publike. Në fund, nuk është media ajo që del e zbuluar, por edukata familjare dhe niveli qytetar i atij që mendon se poshtërimi i tjetrit e bën më të madh. Po, Shqipëria është e brisht. E brisht është liria e medias. I brisht është standardi i debatit. E brisht është mbrojtja që i jepet gazetarit. E brisht është vetë klima publike, ku shpesh shpifja ecën më shpejt se e vërteta dhe turma ngrihet më lehtë se arsyeja. Por ne jo. Ne nuk jemi të brisht. Ne nuk jemi përkulur dhe nuk kemi ndërmend të përkulemi. Që nga viti 2015 kemi bërë vetëm një gjë, kemi ecur. Kemi ecur pa ushitur. Kemi ecur pa u nënshtruar. Kemi ecur pa ndërruar qëndrim sipas interesit të ditës. Kemi ecur pa kërkuar mëshirë nga pushteti dhe pa kërkuar duartrokitje nga turma. Dhe do të vazhdojmë të ecim, sepse për ne gazetaria nuk është stoli, nuk është dekor, nuk është zanat servilizmi. Gazetaria është qëndrim. Është përgjegjësi. Është karakter. Në këtë vend ka shumë që duan media të gjunjëzuar, gazetar të trembur dhe portale të bindura. Duan zëra që shiten lirë, që heshtin shpejt dhe që shkruajnë sipas interesit të radhës. Por jo këtu. Jo te ne. Sepse ne nuk jemi ngritur për të kënaqur partitë, as për të ushqyer militantët, as për të marrë bekimin e qeverisë apo opozitës. Ne jemi këtu për të mbajtur të drejtën tonë për të folur ashtu si e shohim të vërtetën. Dhe kjo është arsyeja pse sulmohemi. Jo sepse jemi të dobët, por sepse nuk jemi të kontrollueshëm. Prandaj le të dëgjohet qartë, në Shqipëri mund të jetë e brisht shumë çka, por jo vendosmëria jonë. Ne nuk tërhiqemi nga sharjet. Nuk trembemi nga etiketat. Nuk ndryshojmë kurs nga zhurma e turmave. Kush ka argument, le të flas. Kush ka fakte, le t'i sjell. Kush di vetëm të ofendoj, le ta di se nuk po na rrezon ne, po ul vetëm veten. Ne kemi ecur që nga 2015. Dhe do të vazhdojmë të ecim. Jo sepse rruga ka qenë e lehtë, por pikërisht sepse ka qenë e vështirë. Sepse në një vend ku gjithçka përpiqet të thyej, të vazhdosh të qëndrosh në këmbë është prova më e madhe se nuk je bërë pjesë e kalbëzimit.